Po, është e vërtet gratë shtatzana kanë një rritje, një shtim të refluksit, që mund të ketë disa faktorë hormonal, siç janë rritja e estrogenit, ajo bën që edhe progesteronit, por një nga arsyet, si thua, më bazike është sepse mitra duke u rritur shtyp stomakun, edhe duke u shtypur stomakun ngushtohet hapësira e stomakut edhe ai do shtyp diafragmën edhe presioni do jetë më i lartë në sfinkterin gastroezofageal. Kështu që janë, si thua, të njohura këto situata në shtatzani, por ajo që ne rekomandojmë është sasia e pakët ushqimore. Nëse vuajnë nga refluksi, më mirë të hanë shpesh edhe pak, do mos të çojnë asnjëherë të ngopur nga tavolina, të bëjnë pak aktivitet fizik, ecja ndihmon shumë, mos të shtrihen direkt mbasi kanë konsumuar, domthonë është ajo, si thua, do marrim parasysh nëse dëgjojmë këto të palestrave që thonë para se të bësh stërvitje, 2-3 orë nuk duhet hash, ose të kesh ngrënë para 2-3 orësh. Kjo gjë vlen edhe për gjumin, kjo gjë vlen edhe për shtrirjen, për relaksin. Domethënë, ato 2-3 orët mbasi ne kemi ngrënë, duhet të rrim në pozicion ulur, duhet bëjmë një aktivitet të lehtë, duhet bëjmë pak ecje ndoshta, por kurse si të shtrihemi apo të bëjmë stërvitje të fortë. Edhe një gjë tjetër, për shembull, gjatë natës, çfarë mund t'i ndihmojë gratë shtatzana është ngritja pak e kokës. 10-20 cm me gratë shtatzana e din praktikisht se ajo është diçka fiziologjike dhe të mëson vjen nga nevoja, por që ato që nuk e dinë edhe që vuajnë nga kjo gjë dhe nëse u vijnë pak në ndihmë është që të përdorin 2 jashtëk gjatë natës që ta ngrenë pak atë kokën. 10 deri 20 cm mjafton.